Mungesa e një magazine doganore ka krijuar probleme në mbajtjen e mallrave të bllokuara në portin detar të Durrësit. Rreth 100 kg mallra, konkretisht atlete, pantallona dhe kufje, të bllokuara nga dogana e Durrësit për verifikim në sheshin e kontejnerëve, u vendosën në fillim të muajit në një kontejner bosh. Bllokimi u bë nga dogana në pritje të përgjigjes nga ana e drejtorisë përgjithshme për vlerësimin nëse janë mallra origjinale apo imitime. Burimi nga dogana e Durrësit bëjnë me dije se më 9 prill u konstatua mungesa e kontejnerit nga ana e doganës dhe menjëherë nisi puna për të kuptuar ku kishte përfunduar. Nga verifikimet ka rezultuar se Agjencia e Transportit Detar e kishte nisur gabimisht drejt Pireut, duke konsideruar bosh. Me të marrë dieni, kontejneri është kthyer në anije dhe pritet të hapet ditën e premte në praninë të prokurorisë së Durrësit dhe hetimi doganor. Sipas burimeve, malli është inventarizuar dhe me hapjen e kontejnerit do të bëhet dhe verifikimi përkatës. Nga verifikimi paraprak ka rezultuar se nuk ka ndryshime në plumbosin e tij.